Si vendoset të fokusohesh pikërisht në kirurgjinë orale? Kirurgjia ka qenë gjithmonë si yll që e kam ndjekur, si një shembull, si një drejtim. Në përvojën tënde, kush janë tiparet që tregon që është një rast kompleks? Ajo që e bën më të vështirë realisht është pacienti kompleks. Sa i rëndësishëm është roli i laboratorit për një mjek kirurg? Është half-half, është gjysmë për gjysmë, domethënë pjesa e punës është gjysmë për gjysmë. Ju jeni përfshirë edhe në akademi. Domethënë ne nga gjithçka që marrim duhet t'japim diçka. Si mendon që teknologjitë ose protokollet do ndryshojnë mënyrën si trajtojnë rast kompleks? Dizenjo e strukturës që pa fillu punë me pacientit, ja tregosh pacientit gjithë punimin para se të fillojë dhe të arrish të vesh një punim të tillë final, është një arritje shumë e madhe. Shumë të rinj të shohin si guru. Kam përshtypjen unë jam vetë i ri të kjo pjesë.